ne sot jemi këtu për diskutuar për datën e zgjedhjeve. Kjo Partinë Demokratike të Kosovës, cila do nga datat mbrana afateve kushtetuese dhe mbrana vendimit të gjykatës kushtetuese është e pranueshme, qoftë ajo data 31 apo data 31 maj apo 7 qershor, kështu që ne jemi të përgatitur, jemi të gatshëm të shkojmë në zgjedhje dhe të respektojmë afatet ligjore dhe kushtetuese. Shumica partive politike të përfaqësuara këtu dhe prezent kanë qenë për datën 7, por sidoqoftë ne do të marrim në konsiderat edhe vendimin e punës dhe arsyet që zgjedhjet jenë sa më mirë të përgatitura dhe normal edhe të zgjedhja po punën e vet, vendimin e vet punës, gjitha përgatitjen e nevojshme dhe prandaj ne jemi fleksibil rreth asaj se është 31 apo 7. Partia Demokratike e Kosovës do të shkon në zgjedhje Partia Demokratike e Kosovës, lista e Partisë Demokratike e Kosovës, brenda listës Partisë Demokratike e Kosovës sigurisht se do të ketë edhe risi, edhe emra dhe figura të tjera.